Miq, përshëndetje dhe mirë se vini në Telerevistën Sportive. Unë jam Kevin Rapaj dhe minutat në vazhdim do jemi bashkë për të njohur me zhvillimet e fundit nga bota e sportit. Pa humburkon, nisim me lajmin e parë. Pasi ka vlerësuar ngjarjet e ndodhura në Arena Egnatia pas episodit midis Balajt dhe Xhemailit në ndeshjen Egnatia Vllaznia, Komisioni i Disiplinës dhe Etikës në FSHF ka ndëshkuar rënd skuadrën rogozhinase. Gjo prej 500.000 lekësh për ndërprerjen e ndeshjes, trajneri Edlir Tetova pezullohet 6 muaj nga të gjitha veprimtarit dhe me 5 ndeshje pezullim dënohet kapiteni Aleksi dhe i gjithë stafi teknik i Egnatias. Ka mjaftuar një episod në ndeshjen e javës së kaluar në A-Biznes Superiore, në ndeshjen Egnatia Vllaznia, midis Xhemailit dhe Balajt, që skuadra rogozhinase të mos binte dakord me vendimet e arbitrit Florian Lata. Reagimi i stafit teknik dhe futbollistëve të Egnatias ka qenë në qendër të vëmendjes në mbledhjen e së mërkurës të Komisionit të Disiplinës dhe Etikës në Federatën Shqiptare të Futbollit. Pas shqyrtimit të pamjeve dhe raportit të delegatit të kësaj ndeshje, Komisioni i Disiplinës ka vendosur të ndëshkojë në mënyrë të rrept klubin, stafin teknik dhe kapitenin e Egnatias. Konkretisht, për ndërprerjen e përkohshme të ndeshjes, klubi Rogozhinas dënohet me një gjop prej 500.000 lekësh dhe në rast përsëritje të vonesave apo ndërprerjes së ndeshjes, Egnatia paralajmërohet se do të jetë subjekt i masave disiplinore më të rënda. Trajneri Edlir Tetova, për shkelje të parimeve të fair play, duke mos respektuar ligjet e lojës, pasi të rushë ekipin nga ndeshja, pezullohet për 6 muaj nga të gjitha veprimtarit e organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit. Për këto arsye, dhe kapiteni Albano Aleksi dhe i gjithë stafi teknik i Egnatias, Kledi Zenelaj, Julian Brahja, Tauland Guma, Emiliano Bishdili, Ilir Kaplani, Alban Hoxha dhe Aldo Sula, pezullohen me 5 ndeshje nga të gjitha veprimtarit e organizuara nga FSHF. Në këto kushte, në ndeshjen e ardhshme në A-Biznes Superiore, atë të javës së 29, ku Egnatia do të përballet me Elbasanin, futbollistët të Rogozhinas do të luajnë pa trajnerin dhe stafin drejtues në stol. Është Edlir Tetova e ndëshkuar me karton të kuq. Incidentet gjatë dhe pas ndeshjes me Elbasanin në Vlorë kanë kushtuar shtrenjtë një lojtari dhe një zyrtari të Flamurtarit, dënuar nga Komisioni i Disiplinës përkatësisht me 6 muaj dhe 1 vit pezullim për sulm kundër lojtarëve kundërshtar, edhe klubi është gjobitur për sjellje të gabuar të tifozëve. Komisioni i Disiplinës pranë Federatës Shqiptare të Futbollit ka marrë disa masa të ashpra kundër klubit Flamurtarit për shkak të incidenteve gjatë dhe në përfundim të ndeshjes kundër Elbasanit për javën e 28 të A-Biznes Superiore. Zyrtari i klubit Artan Mehmetaj është pezulluar një vit nga të gjitha aktivitetet organizuara nga Federata Shqiptare e Futbollit për sulm kundër lojtarëve të ekipit kundërshtar. Atij do t'i ndalohet hyrja në të gjitha stadiumet deri në përfundim të periudhës së dënimit. Me të njëjtin motivacion, sulm ndaj lojtarëve kundërshtar për një periudhë 6 mujore, është pezulluar edhe lojtari i Flamurtarit, Luciano Squadrone, që gjithashtu nuk do të mund të hyjë në asnjë stadium deri në fund të dënimit. Klubi Vlonjat zgjobitur me 300.000 lekë për mos përmbushje të përgjegjësive për rendin dhe sigurinë pas përfundimit të ndeshjes, si dhe për sjellje të gabuar të spektatorëve të cilët hodhën sende në fushën e lojës. Java e 29 e kampionatit do të hapet të premten me sfidën Elbasani Egnatia. Kalendari rezervon 3 përballje të shtunën e 21 marsit ku spikat dueli Vllaznia Dinamo. Java mbyllet të dielën me ndeshjen e mbijetesës Tirana Vora në stadiumin Selmas Termasi. Fundjava sportive rezervon momente signifikative në ekranin e radio-televizionit shqiptar. A-Biznes Superiore vjen me raundin e 29 i gjiti për të parë, jetuar e shijuar drejt për drejt dhe ekskluzivisht për ta pasionuar të futbollit shqiptar. Gjithçka do qelet me kryesfidën Elbasani Egnatia që do startojë ditën e premte në orën 19. Verde e blut me petkun e kryesuesit do të presin Elbasan Arena Egnatia në kampionin në fuqi. Rrugozhinësit do të provojnë të sigurojnë suksesin e parë këtë sezon kundër ekipit të Ivan Gozinovic, që në këtë takim do të vuajë mungesën e Bruno Lulaj dhe Martin Janacek. E shtuna 21 marsit ka në program 3 përballje delikata teksa në orën 15 Bylici luan një tjetër finale për fatin e mbijetesës teksa sfidon në stadiumin Adush Musha Flamurtarin. Mallakaseo do të mundohen të shfrytëzojnë faktorin fush kundër vlonjavëve, si kanë dhënë të befasojnë këdok të vitëri kalendarik. Në orën 18 luan paralelisht 2 përballje delikata për zonën Final Four.
Vllaznia do të marrë forcat me Dinamon, e cila nuk dëshiron kurse si të lejë terren me vendin e 4 të renditjes. Shkruajtarët referuar te rivalitetet e prodhuar këtë sezon ndaj bluve do të synojnë 3 pikët për të mos humbur kontaktin me Kriun që ndan me Elbasanin dhe që mund të kërcënohet edhe nga Ignatia nëse Rogozhinasi thyen verde blut. Ndërkohë Niko Dovana te Uta i frymzuar nga triumfi me Dinamo do të ketë përballë Partizanin që do të bëjë në këtë përballje pa mesfëshohet Arafat Dumbia dhe trajneri Ultion Kornaja, të dy të pezulluar me kartona. Ekipi i ngelej dobit për të shpresuar te zona e Final Four është koshens se vetëm suksesi vlen ndaj të kujve të cilët kanë hipotekuar 7 pikë të përballjes të sezonit 2025-2026. Java 29 në lidën e futbollit shqiptar ulsi pari me 90 minuta që zhvillohet në Selman Stërmasi mes Tiranës dhe Vorës. Në orën 15 ditën e diel Bardhë e Blutë përpiqen të shfrytëzojnë atmosferën e stadiumit por të hipotekuar pikë të tjera të vjuara në luftën për qëndruar mes më të mirë në superiore, ndonse përballë do të kenë debutuesit Arjan Bellaj të uritur për pikë. Elbasani dhe Ignatia do të ndeshen të premte në takimin që do të nxjerrë të paktën përkohësisht një kryesues të ri në renditje. Megjithatë, peshorja forcës tani anon nga skuadra vendase pas dënimit të rënd të kampionëve nga ana e Komisionit të Disiplinës. Elbasani do të presë Ignatian të premte në orën 19:00 në ndeshjen hapëse të javës së 29 të kampionatit. Një takim nga i cili secila prej skuadrave mund të përfundojë para në renditje, të paktën përkohësisht. Por vigjilja e përballjes midis dy prej skuadrave më të mira të sezonit është onditur nga vendimet e Komisionit të Disiplinës kundër Ignatias, me pezullimin e të gjithë stafi teknik, përfshirë trajnerin Edlir Tetova, si dhe të kapitenit Albano Aleksi. Në këto kushte skuadra verde blu është dukshëm favorite. Edhe pse Rogozhinasi do të përpiqen të tregojnë gjithë krenarinë e tyre për të sfiduar vështirësitë e për të treguar se mbeten kocke fort dhe skuadra për të mundur. Vetëm 2 pikë ndajnë rivalit në renditje. Elbasani mban vendin e dytë me 52 pikë, pajsa Vllaznia, ndërsa Ignatia është e treta me 50. Verde blut janë favoritë jo vetëm për shkak të momentit të vështirë të Ignatias, por edhe duke ditur se në 3 takimet e mparshme të këtij kampionati nuk janë mundur asnjëherë, duke marrë një fitore 1-0 në Elbasan Arena dhe 2 barazime 1-1 dhe 2-2 në Arena Ignatia. Në këtë të fundit do të jetë edhe takimi i parë për gjysmëfinalet të Kupës së Shqipërisë midis këtyre dy skuadrave në 8 prill. James Ainde ka humbur betejën me sëmundjen e rëndë ndërsa është ndarë nga jeta në moshën 24 vjeçare. Ish futbollisti i Ignatias dhe i Lushnjës ka dhënë një kontribut të madh në futbollin shqiptar dhe nuk kanë munguar edhe ngushëllimet për të, ndërta edhe presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka. James Ainde nuk jeton më, ndërsa është ndarë nga jeta një ditë më parë pas një sëmundje të rëndë në moshën 24 vjeçare. E ka lajmëruar nëpërmjet rrjeteve sociale klubi i futbollit të Lushnjës, me të cilën James Ainde ka luajtur për 2 sezone, ndërsa pa çënuar dhe 7 gola. Ai do të kujtohet gjithmonë për përkushtimin, pasionin dhe shpirtin luftarak që tregojnë në çdo ndeshje. Klubi ynë humbi jo vetëm një ish futbollist, por një njeri të mirë që ishte pjesë e familjes sonë. Klubi i futbollit Lushnja i shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes, miqve dhe të gjithë atyre që e njohën. U preh në paqe James Ainde, thuhet në postimin e Lushnjës në Instagram. Një ngushëllim për ish futbollistin e Ignatias dhe të Lushnjës ka ardhur edhe nga presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka, i cili ka mbetur i hidhëruar nga lajmi i ndarjes nga jeta në një moshë kaq të re të James Ainde. Një djalë i ri me ëndra dhe pasion për futbollin, që luftoi me forcë deri në fund në betejën më të vështirë të jetës së tij. Kontributi i tij me fanellën e Ignatias dhe më pas me Lushnjën do të mbetet gjithmonë pjesë e kujtesës së futbollit shqiptar. Në këto momente të vështira, u shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes Ainde, të afërme, miqve dhe të gjithë komunitetit të futbollit që e njoh dhe e vlerësoi. U pret në paqe, theksoi në mesazhin e tij presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit Armand Duka. Federata Shqiptare e Futbollit ka vendosur të bëjë një ndryshim në drejtimin e sektorit të edukimit duke emëruar Ardi Beharin si drejtues të këtij sektori. Ky emërim vjen në kuadër të përmirësimit dhe zhvillimit të mëtejshëm të kapaciteteve profesionale. Ardi Behari ka marrë një detyrë të re në Federatën Shqiptare të Futbollit. Emërohet drejtori i sektorit të edukimit. Me një përvojë të gjatë dhe të konsoliduar në fushën e trajnimit dhe skautizmit, Ardi Behari vjen në këtë detyrë si një nga figurat më të angazhuara në edukimin futbollistik në vend. Behari ndalet te vizioni dhe objektivat e tij për zhvillimin e mëtejshëm të sektorit të edukimit. Falënderime për ata që kanë qenë para meje, që kanë bërë një punë të shkëlqyer
dhe sigurisht e ndjej si detyrim për të vazhduar rrugën e tyre dhe të munduar me gjitha forcat për ta përmirësuar sado të jetë e mundur të rrugë që ata kanë shtruar për mua. Në momentin që studentët bëhen të vetëdijshëm dhe jo vetëm të vetëdijshëm, po të interesuar për atë që flitet në për leksione, gjitha tjerat pasaj janë më të lehta për t'u arritur. Kjo është pak a shumë synimi im, afrimi i sa më shumë zgjidhjeve dhe pasaj çdo gjë varet nga kompetencët tyre, nga ecuria, nga këmbgulja që ata do të kenë. Ardi Behari ka qenë dhe vijon të jetë lektor në një sër kursesh të organizuara nga Federata e Futbollit në bashkëpunim me UEFA-n, duke dhënë një kontribut të drejt për drejt në formimin e trajnerëve dhe specialistëve të rinj. Polonia-Shqipëria e vlefshme për play-offin e kampionatit botror 2026 ishte në fokusin e një legjende të futbollit bardhakuq si Zbigniew Boniek. Për të, një humbje me kuqezin do të ishte katastrofë për futbollin polak, ndërsa do të shënonte fundin e Robert Lewandowskit me kombëtaren. Urban të premten shpall listën e futbollistëve për këtë ndeshje. Polonia bëhet gati për sfidën me Shqipërinë, me 26 mars në Varshavë, teksa bëhet fjalë për play-off të kampionatit botror 2026. Trajneri i Polonisë, Jan Urban, do të shpall listën e futbollistëve që do të grumbullojë për ndeshjen me Shqipërinë me 20 mars. Në këtë listë, të paktën edhe sipas shtypit polak, pritet të ketë surpriza. Kjo duke parë dhe mungesa tek Polonia, që nisi me Nikola Zalewskin. Mbesfushori i Romës nuk do të jetë në ndeshjen me kuqezit për shkak kartonësh, dhe ka të gjithë pritet ftesa e parë për 17 vjeçarin Oskar Pietuzewski. Për këtë argument dhe vështirësitë e ndeshjes me Shqipërinë, komentoi për mediat vendase një legjendë e futbollit polak si Zbigniew Boniek. Mendoj se Urban ka të drejtë kur tenton që të largojë presionin nga Pietuzewski. Ai është një talent dhe grumbullimi në këto ndeshje delikate nuk e di nëse do të ishte diçka pozitive për atë. Trajneri bëri mirë që largoi presionin prej tij, pasi ekipi duhet të jetë sa më i qetë, arsyetoi Boniek. Të gjithë dimë se për çfarë luhet në ndeshjen mes Polonisë dhe Shqipërisë. Një humbje përballë Shqipërisë do të shkaktonte një tërmet në futbollin tonë. Trajneri do të ishte në të lashtë të mëdha, ndërsa për Robert Lewandowskin do të ishte ndeshja e fundit me kombëtarët. Sa i përket rivaleve, mendoj se janë në një moment shumë të mirë. Kanë një ekip me eksperiencë dhe shumë inteligjent. Edhe pse mendoj se në këtë ndeshje Polonia është favorite, nuk mund të them se kjo ndeshje do të jetë një formalitet për ne. Tha legjenda e futbollit polak, i cili numëron 24 gola në 80 takime me kombëtaren bardhakuqe. E për më tepër, ka luajtur me Shqipërinë në 2 ndeshje në kualifikueset e kampionatit botror 1986, 2-2 në Poloni dhe 1-0 në Shqipëri, me golin e tij në Qemar Safa. Sot në mbrëmje do të luajnë 4 sfidat e tjera europiane, ku do të përcaktohen 4 çerek-finalistët e fundit. E gjithë vëmendja është në Anfield Road me Liverpoolin që do të tentojë përmbysjen, por edhe në Camp Nou gjithçka është e hapur. Bayern do të zhvillojë një ndeshje sa për formalitet, ndërsa përballje zjarrt pritet edhe në Londër. Ethet e UEFA Champions League vazhdojnë edhe sonte në mbrëmje, teksa futbolli europian hyn në një tjetër natë vendimtare ku do të mësohen 4 skuadrat e fundit çerek-finaliste, me përballje që premtojnë dram, përmbysje dhe spektakël deri në minutat e fundit. Vëmendja nis që herët në Camp Nou, ku Barcelona pret Newcastle United pas barazimit 1-1 në St James Park, një rezultat që lë gjithçka të hapur dhe jep sfidës një tension të jashtëzakonshëm, me katalanazit që mbështeten tek përvoja dhe faktori fush, ndërsa anglezët shpresojnë të surprizojnë me ritmin dhe fizikun e tyre. Në Anfield, Liverpool përballet me një mision të vështirë përballë Galatasarayt, pasi humbja 1-0 në Stamboll i detyron të kuqt të kërkojnë përmbysjen përpara tifozëve të tyre, aty ku historikisht kanë arritur mrekullitë europiane dhe ku atmosfera pritet të jetë një faktor kyç. Ndërkohë Bayern München duket me një këmbë në çerkfinale pas fitores së thellë 6-1 në transfer ndaj Atalantës, një rezultat që e kthen ndeshjen e kthimit më shumë në një formalitet, por gjermanët pritet të ruajnë seriozitetin për të konfirmuar dominimin e tyre, ndërsa italianët do të tentojnë të shpëtojnë derin me një paraqitje dinjitoze. Në Londër zhvillohet një tjetër përballje e zjarrt, ku Tottenham pret Atletico në Madridit pas humbjes 5-2 në ndeshjen e parë, një disavantazh i madh që e vendos ekipin anglez përpara një misioni thuajse të pamundur, por jo të paarritshëm, në një kompeticion që ka prodhuar shpesh përmbysje historike.
ndërsa spanjollët pritet të menaxhojnë avantazhin me pragmatizmin dhe disiplinën që i karakterizon, duke e bërë këtë natë një tjetër kapitull të parueshëm në garet më prestigjioze për klube në Europë. Plot emocione dhe gola në UEFA Champions League me 4 skuadra që do ta vazhdojnë rrugtimin e tyre në çerek finale të këtij kompeticioni. Reali tregoi se ka ADN fituesi në këtë garë, ndërsa Paris Saint-Germain e dominoi totalisht skuadrën angleze të Chelsea-t. Mbrëmjes së martës në UEFA Champions League solli një spektakël të vërtet futbolli dhe konfirmoi 4 çerek finalistet e para, në një natë ku diferencat, drama dhe cilësia individuale solli gjithçka, me vëmendjen kryesore të përqendruar në Manchester, aty ku Real Madrid dha një tjetër leksion evropian, duke poshtur Cityn edhe në Etihad me rezultatin e përgjithshëm 5-1. Duhet theksuar që Reali vinte në këtë sfidë dyshe me stofin e një ekipi jo favorit, kjo pasi infermieria ishte mbushur plot me lojtarë të dëmtuar, e nëse në Madrid ishte Valverde ai që bëri heroin, në Manchester ishte Vinicius, me brazilianin që realizoi një dobjet golash duke hedhur në tapet ekipin e Pep Guardiolës. City luajti për një kohë të gjatë me 10 lojtarë pasi kartonin të kuq që ndryshoi dinamikën e sfidës, por madrilenët i bëri edhe më kompakt, kjo me një mbrojtje heroike dhe kundërsulme vrastare, ndërsa mediat spanjolle e cilësuan si fitore me ADN kampioni dhe anglezët folën për një City të pafuqishëm përballë eksperiencës së Realit. Në Paris, PSG zhvilloi një nga performancat më dominuese të viteve të fundit, duke shkatruar Chelsea me rezultatin e përgjithshëm 8-2, një përballje ku sulmi parizien ishte i papërmbajtshëm, me gola spektakolar nga distanca dhe kombinime të shpejta që çmontuan totalisht mbrojtjen londineze, ndërsa shtypi francez e përshkroi si natë perfekte dhe ai anglez si një kolaps total të Chelsea-t. Në Londër, Arsenal tregoi pjekuri dhe kontroll absolut në fitoren 2-0 ndaj Bayer Leverkusen, ku golat erdhën si rezultat i presionit të vazhdueshëm dhe organizimit perfekt, me topçin që nuk i lënë asnjë hapësirë kundërshtarit dhe morën vlerësimet e larta nga mediat britanike për disiplinën taktike dhe efikasitetin. Ndërkohë në Portugali, Sporting mbulosi një kualifikim të pastër duke mposhtur Bodo Glimt me një përmbysje të çmendur e duke fituar 5-0 në një sfidë ku spikati dominimi total me performancën që ndezi stadiumin, ndërsa mediat portugeze folën për një ekip që po rritet me shpejtësi në arenën europiane, duke bërë që këto 4 skuadra të hyjnë me merit mes 8 më të mirave dhe duke rritur pritshmëritë për çerek finale që premtojnë jo vetëm emocione, por edhe përballje të nivelit më të lartë kontinental. Roma-Bologna është sfida Europa League që të njëjtën në orën 21 do të vinë në transmetim të drejtë për drejtë në RTS1. Ndeshja e parë ka dalë 1-1 dhe si e tillë është një sfidë kthimi më shumë se sa interesante. Bologna ka humbur portierin Skorupski pas një dëmtimi të rëndë në ndeshjen ndaj Sassuolos. Roma-Bologna është ndeshja e cila do të vinë në transmetim të drejtë për drejtë në rrjetin e radio televizionit shqiptar të njëjtën në mbrëmje. Kjo në kuadrin e raundit të 1/8 të finaleve të Europa League, ndërsa ndeshja e parë e luajtur në Dalara është ndarë në paqe 1-1. Gjithçka ishte vendosur nga golat e Bernardeschi dhe De Lorenzo Pellegrini, por në prag të përgatitjeve për këtë ndeshje, Bologna ka humbur portierin Skorupski, i cili ka pasur një tërheqje të fortë në muskujt të përparëm të kofshës së majtë, ndërsa do të mungoj 6 deri në 8 javë. Dhe në këto kushte, ndoshta polaku i portës së Bolonjës e ka mbyllur sezonin. E në port për Bologna të njëjtën do të jetë Ravalja, kurse në stol Pessina. Në fakt, Bologna, e cila ka luajtur të dielën në kampionat teksa fitoi 1-0 në transfer me Sassuolon, përgatitjet për ndeshje me Romën i ka nisur të martën. Lojtarët që u aktivizuan ndaj Sassuolos kanë bërë vrapime dhe palestër, kurse të tjerë stërvitje të rregullt. Stërvitje të rregullt me skuadrën e Italianos ka bërë dhe Nicola Moro, që pritet të jetë pjesë e lojës në ndeshjen e kthimit në Europa League. E njëjta situatë dhe tek Roma, ndërsa Bologna stërvitjen e fundit të mërkurën e ka zhvilluar në Olimpico. Italiano të mërkurën në mbrëmje ka dalë dhe në konferencë për shtyp, ashtu sikurse ka bërë dhe Gasperini. Ndryshe nga Bologna, Roma ka skuadrën më të plotë dhe pritet që ndeshja e së njëjtës në orën 21 në RTS1 të jetë një spektakël më vete. Çmendurie pa besueshme në Afrikë aty ku çdo gjë mund të ndodhë. 2 muaj pas finales që shkaktoi kaos dhe shumë debat, kurora e fituesit ndryshon pronar, tani kalon në Marok, duke hequr Senegalit sepse kishte shkelur rregullat. Nga bojkoti, kaosi, protestat, vardhe e deri tek magjia, në Kupën e Kombeve të Afrikës çdo gjë mund të ndodhë, por këtë herë ishte ndryshe.
2 muaj pas finales për të cilën foli e gjithë bota, Federata Afrikane e Futbollit njoftoi në një deklaratë zyrtare se gjykata e apelit kishte vendosur të zbatonte nenin 84 të rregullores. Ajo vendosi përhumbjen e Senegalit, i cili kishte braktisur fushën për disa minuta në shenjë proteste në një vendimit të arbitrit, një penalti e konsideruar ineksistente, të cilën Brahim Diaz e humbi. Prandaj, apeli Federatës Marokene u mor parasysh dhe 2 muaj pas finales që shkaktoi kaos dhe shumë debat, kurora e fituese ndryshon pronar tani kalon në Marok. Kupa ju dha Marokut në tavolinë me rezultatin 3-0, i cili jo vetëm kishte humbur me penalti, por humbi edhe finalen në kohën shtesë ndaj Senegalit. Lajmi erdhi si surprizë për të gjithë pasi komiteti disiplinor kishte refuzuar ankesën e Marokut. Megjithatë, bordi i apelit rrëzoi vendimin duke pranuar ankesat e lojtarëve të Magrebit të martën në mbrëmje, teksa publikuan deklaratën që bëri xhiron e rjetit. Komiteti i apelit të Konfederatës Afrikane të Futbollit ka vendosur sot që në përputhje me nenin 84 të rregullores së Kupës së Kombeve të Afrikës, ekipi kombëtar i Senegalit të shpallet i mundur në ndeshjen finale të Kupës së Kombeve të Afrikës Total Energies Maroc 2025, me rezultatin 3-0 në favor të Federatës Mbretërore Marokene të Futbollit. Kjo mund të konsiderohet një fitore nga ana e Marokut, por çështja nuk pritet të përfundojë këtu, shkruajnë media ndërkombëtare. Këtu, pasi tani është radha e Senegalit të apelojë këtë vendim, këtë herë duke dërguar çështjen në KAS në gjykatën e arbitrazhit sportiv. Në pritje të një vendimi final, e vetmja gjë e sigurt të Arsen Afrik në futboll mund të ndodhë gjithçka. Kemi ardhur në fund të lajmeve të përgatitura nga Telerevista Sportive dhe kolegët e RTS Sport për këtë edicion informativ. Faleminderit që ishit me ne, bashkë shihemi nesër.